Ish ambasadori dhe diplomati karrierës në Departamentin e Shtetit Jonathan Moore njohës shumë i mirë i zhvillimeve në Ballkan, thekson ekskluzivisht pra dy CNN se sanksionet ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha ja vendosur pa prova konkrete, por në bazë thashë themesht të përcjella nga ambasada e SBA-s në Tiranë për në Washington. Ai vlerëson se programi për shpallje non grata të politikanëve ka shumë të meta dhe duhet të rishikohet. Ndërsa shprehet se tashmë Parlamenti i ri shqiptar ka fuqinë që të ndërhyjë në Washington lidhur me heqjen e non gratës për Berishën. Ndërkohë, intervistën e plot ambasadorit Moore do ta ndiqni sonte në orën 20 në ditarin e Kosovës, ku flet edhe për deklaratat e presidentit Donald Trump se ndaloi Serbinë të niste një luftë kundër Kosovës. Ky legjislacion që krijoi këtë tip sanksioni u themeluai gjatë administratës së parë Trump në 2018 dhe ishte një përpjekje për të gjetur një mënyrë më eficiente për të vënë sanksione mbi njerëz të akuzuar për korrupsion. Fatkeqësisht, në opinionin tim personal, ka patur disa probleme kyçe me këtë legjislacion. E para është pikërisht barra e provës, që është tema se e ulët përkundër sanksioneve që SBA vën nga Departamenti i Thesarit, referuar me Ministritë e Financave jashtë SBA-ve. Këto sanksione kërkojnë detaje, fakte, argumente ligjore dhe transakcione financiare që bllokohen si nga SBA-t, por edhe nëpërmjet SBA-ve. Këto sanksione nëpërmjet Departamentit të Shtetit kanë sërish prezantuar në 2018, duke se mbështeten kryesisht vetëm nga akuzat për korrupsion. Pra personi i pari ka thënë personit 2 që më pas i tha ambasadës që dikush është i korruptuar. Dhe pastaj ka patur dhe një nxitim për t'i vënë disa njerëz në sanksione dhe zoti Berisha nuk është i vetmi në Shqipëri dhe subjekti këtyre sanksioneve. Mendoj se është një pyetje serioze që duhet ngritur për sa i përket vlefshmërisë së sanksioneve dhe përmbajtjes së dëshmive në thonjza. Dhe meqense kjo këndoi që për 2018, tani jemi 7 vite pas dhe ka shumë njerëz në botë që janë ende në atë listë që nuk janë marrë në hetim asnjëherë. Dhe ngrihet pyetje serioze për sa përket vlefshmërisë së sanksioneve. Dhe sigurisht që ato mund të sfidohen dhe një problem i dytë me këtë legjislacion është që nuk ka një proces kundërshtimi apo për të pranuar, dhe një nga pikat kryesore është për të parë nëse dikush ka dhënë për shembull kontribut pozitiv për vendet e tjera dhe veçanërisht për shembull për interesin e SBA-ve. Ndoshta një vend aleat i NATO-s kjo mund të jetë e rëndësishme, por nuk besoj se kjo ka të bëjë thjesht vetëm me një sfidë ligjore. Kjo tregon pikërisht edhe përgjegjësi politike. Ka politikanë të përgjegjshëm në Shqipëri, nga shumë parti, dhe ato kanë mundësi tani që keni një parlament të ri pas zgjedhjeve, qofshin ata në qeveri apo qoftë në opozitë, për të luajtur një rol pozitiv që mund të ndihmojë ndryshimin e perspektivës nga vetë Washingtoni.